Uzurpimi i tokës shtetërore është bërë një fenomen i bezdisshëm për qytetarët. Të fortët zaptojnë hapësirat publike pa e vrarë mendjen se pengojnë lëvizjen dhe rrisin kaosin nëpër qytete. Të tilla raste ka mjaftueshëm në Kërçov, si në qytet ashtu edhe nëpër fshatra. Bëhet fjalë për nxjerrjen e tavolinave të lokaleve në trotuare, uzurpim nga ndërtesat, uzurpim nga bizneset të cilat me dyqanet e tyre kanë dalë në trotuare e rrugë. Nga zyra e avokatit të popullit në Kërçov thonë se në nivel shtetror janë rreth 110 raste të denoncuara, ndërsa në Kërçov 20 raste gjatë vitit 2024. Sa u takon parashtresave të cilat kanë të bëjnë me problematikën në qytetin e Kërçovës, shpeshherë hasim me mbi ndërtim ose ndërtesat pa leje nëpër prona shtetënore, konkretisht nëpër trotuare, zgjerimin e ndërtesave të ndryshme, qofshin atyne afariste ose private, është fryzimin e trotuarëve, të cilat është një gabim i madh nga ndërtuesit, shkaku se ajo paraqet si pronë publike në interes të gjithë qytetarëve. Me këtë problematikë më së shumti merret zyra e avokatit për mbrojtje të pronës shtetërore. Nga atje na konfirmuan se ka shumë raste të paraqitura dhe po punohet për të njëjtat. Në periudhën 2022-2025, në zyrën e avokatit shtetëror në Kërçov u ngritën 24 raste që lidhen me uzurpimin e tokës shtetërore në procedurë parandaluese dhe 33 raste të aderimit sipas detyrës zyrtare dhe mbi bazën e raporteve të palëve, ose gjithsejt 57 raste. Nga avokati i shtetit thonë se në këto procedura megjithse toka është në pronësitë e Republikës Maqedonisë së Veriut, ka kompetencë të ndërthurur për shkak të decentralizimit në komuna, por duhet theksuar se bashkëpunimi ndërsjellë në këtë fushë për të shtypur këto fenomene nuk është në një nivel të kënaqshëm dhe ka vend për përmirësim dhe koordinim të mëtejshëm në një nivel më të lartë. Së fundmi, duke mos pasur besim tek institucionet, shumë qytetarë janë drejtuar redaksisë së televizionit 21 me denoncime për uzurpim ose raste të ngjashme.